Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun, Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, meritorin për të adhuruar, s'ka Zot tjetër përveç Tij. Mirësi dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë të madhin Zot, Allahun xhalla xhelaluhu, i cili na jep mundësinë që ne të ushqehemi e të përgatitemi përpara Ramazanit, në mënyrë që Ramazanit t'i japim hakun siç e meriton me shpresë Zotit. Pra bëhet një lloj kalitje, një lloj stërvitje, një lloj përgatitje nëpërmjet këtyre ligjëratave dhe takimeve që bëjmë me hoxhallar të nderuar, në mënyrë që të jetë ky Ramazan ndryshe nga Ramazanët e tjerë, një Ramazan që na afron me Zotin më shumë, po edhe ne përmirësohemi dhe reflektojmë në jetën tonë. Kemi kënaqësinë sonte të jemi me hoxhën e nderuar, hoxhën tonë të dashur, hoxhën Fatmir Latifi, po, i cili ka ardhur nga Mitrovica dhe faktikisht Zoti e shpërbleft, Zoti e nderoft. Faktikisht hoxha është në një gjendje jo të mirë klinikale, mjekësore, po ju përgjigj ftesës edhe thirrjes. Zoti e shpërbleft. Hoxha, si hoxhallarët e tjerë të Kosovës, kanë treguar se shkojnë bashk imani dhe besimi dhe islami, edhe dashnia për vendin dhe për vatan dhe për atë dhëun. Disa nga hoxhallarët e Kosovës me dhjetra kanë shkuar si dëshmorë tek Zoti i Gjithësisë, e të tjerët janë si veteranë lufte, ndërkohë që hoxha një pjesë të trupit të tij e ka dhënë për hir të Allahut dhe për vendin e tij. Dhe ai vetë, prezenca e tij është dëshmi e kësaj gjëje. Ai është shembull i mirë në punën që bën, në davetin që bën, në pajtimin e gjaqeve e kështu me radhë. S'mund të them gjë tjetër vetëm se Zoti Allahu xhelalu e shpërbleft dhe e nderoft. Edhe do të dojsha shumë që po ja bëj si kërkesë paraprake hoxhës, që mos të lodhet shumë në ligjërat, sepse duam ta kemi mirë, edhe nuk duam të sforcohet hoxha. Kështu që Allahu shpërbleft hoxhë që ke ardhur në këtë gjendje, Zoti të nderoft. Allahu shpërbleft. Kështu që maj sa ka mundësi hoxha na maj diçka sonte, edhe mos ta ngërkojmë më shumë. Zot shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur vëllezër, i dashuri Imam Ahmed Kalaja, vëlla jam, i dashur i zemrës tam, mësuesi jam i parë pas jam plagun vitin 1999 si ushtari UÇK-s. Në Medinën e Muhamedit alayhis salam ka marrë mësim për hoxhës tuaj dhe hoxhës tam, Ahmed Kalaja. Me lejoni t'ju përshëndes të gjithëve me selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sa herë që vinë në Shqipëri, unë emocionona fort se vëllai i vogël vjen të vëllai i madh. E Zoti na ka mundësu që të gjithë bashku të shijojmë dhe të përjetojmë frytet e lirisë nga zgjedha e Serboslavisë. Kjo është kënaqësi e madhe dhe është ëndër një shekullor
që pleqët e tanë nuk kanë mujtë me ardhë në Shqipëri. Kanë vdekë rrugës, kanë vdekë me malë, për me pa bitë dhe bijat më të mirë të kombit e të vatanit tonë. Po pas gjithë asaj sakrificet madhe, sot vim për 4 orë prej Mitrovicës në Tiranë, prej qytetit më verior të shqiptarisë tonë, në qendrën që na e dojmë me shpirt edhe me zemër. Na kemi plot dje me vasha që bartin emrat e qyteteve t'juja. Me veti kam edhe Milotin, i cili e bart emrin e qytetit Milot. Kam ardhë me plot dashni. Kur më ka ftu hoxha, sot një muj, unë e kam pas një krizë të madhe shëndetësore, po Zoti më ka pështu. Elhamdulillah. Edhe Imam Ahmedit nuk më imi thonë jo. E i thash po vi, inshallah më nimon Allahu, edhe me të vërtet më ka ndihmu Allahu. Qka unë më ju fol juve, po du me fol për një temë cila shumë e gjatë dhe e gjerë, po do të mundona me përmbledh në disa pika, edhe vetë prezenca e më fizike, këtu para hoxhës t'juj dhe hoxhës tonë, edhe para ftyrave të bekuara që i drejtoheni Allahut, edhe i një robt më të përzgjedhurit të Allahut në këtë vend të bekuar, që u ka mundësu se këtu me ardhë, edhe mi u përkushtu Allahut, është alamet, është isharet, është indikacion i qartë se ju ka përzgjedh Allahu. Nuk udhëzohet njeriu kur dën, por kur dën Allahu. Edhe nuk ka mundësi me sakrifiku sa dushte, po sa të dën Allahu. Prandaj Allahu ka pa në zemrat e juja në pastërti, edhe ja ka mundësu që ta bartni emanetin e tij. Është sakrificë për mu, edhe në këtë gjendje e çfarë jam, por edhe të ligjeroj para imamit me renome kombëtare, madje edhe ndërkombëtare, Imam Ahmedit. Unë do të flas pak për sakrificën, që me fjalën sakrificë ne kuptojmë heqje dorë nga vetë dëshira, nga të mirat personale apo vetanake. Pra diçka që është shumë më e shtrejtë, që është në shërbim të mirësive të gjithëve, e shpeshherë mos paktu për ty si person. Allahu thot, Dhul Gjelal në surën Ali Imran, lën tanalu l-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk keni me arrit shkallën më të mnalt të bamirësisë e të mirësisë, derisa nuk e jepni atë që është më e dhimbshme. A e dini te na në zhargonin popullor çysh e kanë kuptu pleqët e pleqëve tonë këtë ajet? Për ja thamë shqiptar që nuk mirët e kajshmja pa e dhon ato të dhimbshme. Qështu e thujnë të na? Nuk mirët ajo që është e kajshmja për ty, pa e dhon ato që është më e dhimbshme. Domethënë, duhet me sakrifiku shumë. Prandaj, nuk ka sakrificë më e madhe se ti me ndo kohë me njerëzit për ti udhëzu. Në Ramazan tash veç po hymë, inshallah, pas më pak se një javë, se është gjumaja fundit e muajit Shaban, e gjumon e ardhshme kemi gjumon e parë muajin Ramazan. Një prej lutjeve që imam të bajnë në kunut, Allahumme gjalna minal hudatil muhtedin, që i bije në Shqip, edhe neve udhëzana, po me neve udhëzoj edhe të tjerët. E kjo është sakrificë e madhe. Kush ka bo sakrificë mas shumëti se vetë Muhamedi a.s. I cili e ka privu vetëm prej gjerave shpesher dhe më elementare të jetës, që nuri Allahut të dëpërtojnë 4 anë të botës, e të na bjen hise. Neve shqiptarëve dëbimi shahadet. Me gjithë peripetit dhe sakrificat, ja dalëm, e të i kalum edhe sfidën e madhe të komunizmit, kur Haxhiu i bekuar Vehebiu, Allah e rujt, ma herët me hoxhën Ahmed, e ndëgjoja me kurreshtje se si
në nëndorin e vitit 1990 të thirrët e zani për herë të parë në xhamin e Plumbit në Shkodër. Kjo është sakrificë. Po sa sakrificat i kanë kalu, shahidja e parë për këtë umet Sumeja, nona e Amarit, që nuk ka pranu me mohu Allahun, edhe në ftyrë Abu Jehlit i e ka pshty ftyrën, dhe ka thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Po gjithë ato sakrificat mëdha të popullit ton, të cilat ku dush shfleto historinë, për cilës do nahi dhe për cilës do krahinës shqiptaris, e gjenë sakrificën për paqe, për dashuri, e cila krye këput fillim barim ka qenë e lidhur me dashurin për Allahun. Nuk kanë pranu qofsa një lëvizje qërpiku ta mohojnë Allahun ose runa zot flasin keq për fejnë Allahut apo ta mohojnë profetësinë e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, madje kanë pagu me kokat e tyre. Sa shumë dëshmore, sa shumë shahida, sa shumë gjak kanë nderdh intelektualit tanë për ta qu lartë e ma lartë emanetin e Allahut. Produkt edhe fryt i madh i një vetë flijimi. Pe marrë një shambull të një djetarit të na, të cilën 45 vjet armiku jonë i shqiptarëve, sërboslavët, e kanë fsheh mënyrën e vdekjes këtij dietare, ka qenë Hoxh Idris Gjilani, një adhëtar, një patriot, një njeri shumë i vërtet. E kanë paraqit se Hoxha ka bë vetë vrasje në burg. Por të dashurit e mi, Hoxha nuk ka bë vetë vrasje. Mas 45 viteve është dekonspiru, është demasku aja të cilën e kanë fsheh komunistët sërboslav. Njeri prej atyre cilët ka marrë pjesë në ekzekutimin e Hoxhës brenda qelis, thot që Hoxhën e kanë lyë me benzin dhe e kanë kallë për së gjalli. Aja ka të regu në vitin 1990, fiks ofër 45 vite. Është promovu kinë se vdekja e ti me vetëvrasje. Allahu e ka nxjerrë në shesh, thot 45 vite ko mojt fshet. E kur në dha rasti me tregu, e ka tregu edhe ato shkruan në historinë edhe veprën e tij heroike që është shkruar prej shkrimtarit tonë të mirë njohur Muhamet Pirakut në vitin 1995. Ky libër është botuar me postoqit e xhamatit të Kosovës të kohës, po flas para 31 vite. Ato në fund shkruan Hoxha fjalët që i ka citu para vdekjes. Ka thonë, i ka fol vetet, i ka thonë nasihat vetet për sakrificë. A dhe që ka thonë Hazreti Jahjaja me babën e tij Zekerijan, kanë bo ma sabër se ti, Hoxha Efendi. E vetet i ka fol. Edhe ka thonë, kul huvallahu ahad, tu e kënu kul huvallahun, ka dhonë jetë. E ka ndru jetën, se besimtarët nuk vdesin. Prandaj, sakrificat këtilla në secilën dekadë për gjatë shekullit prej vitit 1878 që llogaritet data që është themeltarja, që është vënë temeli i këtyre fryteve të lirisë që na sot i gëzojmë. Të gjitha kryengritjet, të gjitha rezistencat, prej atyre patësore deri te ato konfliktet armatosura, të cilat ishin për ta mbrojt pragun e shtëpisë, datojnë qysh për shekullit të 19 vitit 1878, lidhen kryesisht me rezistencën që ishte frymëzim, po dhe burim i një sakrifice shumë të madhe. Për këtë arsye i dërguari i Allahut na ka mësuar la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besu askush për juve përderisa nuk ja don vëllaut atë që e don për veten e tij. Na këtu e kemi piknisjen tonë. E pastaj, falë Zotit për këtë temë, sikur edhe thash, historia është e bëshme, e neve na vyn vetëm me shfletu për të motivu, edhe pse sot patriotizmi, sakrifica, ka marrë një dimension të ri
në kuptimin e prezantimit të vlerave, që ne nuk duhet me hjek dorë në asnjë rrethon, sot është sakrificë për imamin, po për xhamatin, që mos më ra peng atyre të cilët e promovojnë dhe e dëshirojnë një diçka që nuk e ka kërkuar Allahu as i dërguari i tij. E shpeshherë disa rryma radikale kërkojnë pej xhamatit ton që ta mohojnë identitetin e tyre kombëtar edhe e lypin një musliman pa shqiptari. Po në anën tjetër, ai cili e ka në hal në sy xhamin dhe fjalën Allahu Akbar, e lyp një shqiptar pa qenë musliman. Mja mohu identitetin e tij fetar. E ne duhet ta përmbledhëm forcën e imanit, e të bashkohemi rreth litarit të Allahut, se Islami nuk ka kërku prej pjesarëve të vet mu bo arab apo turqi. Nuk ka ardhur dini Islam në trojet e tona para 700 viteve më shumë, duke insistu në dokët dhe adetet me të cilat ka zbrit, ose ku ka zbrit fjala e Allahut. Por kjo laramani e këtyre nacionaliteteve që janë prezent, edhe e japin atë bukurin ku secili prej nga vjen, me rëndësi mos t'i bëj shoq Allahut, edhe të jetë i devotshëm në islamin e tij, në mënyrën cilën Allahu Dhul Gjelali ka kërku prej secilit prej nesh. Sepse Allahu Azza wa Jall spari nuk na ka thirrë si besimtar, por na ka thirrë si njerëz. O ju njerëz, inna khalaqnakum min dhakarin aw untha. O ju njerëz, ju kam kriju prej një mashkull dhe prej një femre, edhe ju kam bane popull në fise, e më i miri për ju është ai i cili është më i devotshëm. Sot kur është më shumë të rrezik celula popullit ton dhe bërthama shoqënisë ton, familja, është sakrificë me ndo kohë me ta, me ndëgju. Na sot kemi probleme të mëdha në shoqëni, ku një pjesë e madhe e njerëzve tanë nuk kanë kujt ju rrefehen. Jo në kuptimin që kanë besime tjera, por në kuptimin e zgjidhjeve të problemit, në kuptimin e lidhshmërisë shpirtërore. A e dini vëllazën që shpesh herë njerëzit vinë me çajt hall tek unë për shumë probleme që Allahu ka dashur ma ka hap derën e pajtimit dhe faljes mes njerëzve, duke e prezantu problemin që e ka. Vallahi shpesh më ndodh dhe më thot hoxh, nuk i nevojë më kallëzu se tu të kallëzu ty, se çka unë jam tu anku, Allahu më frymëzoi për zgjidhjen e tij. Vetë pse e kam ndëgju. Se s'ka kush me ndëgju. Shpesher në ka ndodh kur të dy palët i kam pyet edhe i kam gu të dytë një verzion, thash po ju nuk keni problem me zvete. Mirë, po problemi është se ai nuk e ka ndëgju për me kuptu, por e ka ndëgju për me repliku. E dëgjimi suksesshëm është ai që bëhet me zamër, jo veç me vesh. E kjo është sakrificë. Sakrificë e madhe është burri me ngu gruan. Edhe mja dit hallet dhe dertët dhe mja plotësu dëshirat që ja ka legjitimu Allahu, por edhe gruaja me respektu dhe me dit vendin ku e ka. Sepse prej tyre më varet jeta e ardhshme e fëmijëve tyre. E jeta e fëmijëve është pjesë e suksesit të madh të shoqërisë. S'ka pasuri më e madhe se me pas njerëz që sakrifikojnë për hatër të Allahut. Ikrama radiallahu anhu ka qenë djali e Ebu Gjehlit. Ebu Gjehli ka qenë armiku më i madh i Muhammedit a.s. Firauni i këtij ummeti. Ikrima e ka pranu fen islame masi e ka shliru Resulullah a.s. Mekën. Edhe ka qenë në listën e atyre që domthonjë dënimi i tyre ka qenë katastrofik. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç ishte edhe mëshirë për njerëzimin, edhe për botrat, jo vetëm për njerëzimin, ja fali jetën, dhe e pranoi Islamin, edhe bën një njeri shumë i devotshëm, edhe një luftëtar shumë i guximshëm, edhe një njeri shumë i vërtet. Në një prej betejave më vendimtare për të jetë gjalla po të vdes në atë rajon Islami,
ishte i plagosur dhe i dihet fare mirë se kur kërkoj me pi ujë njerëzit që plagosën, e unë kom përjetu plagimin, gjëja më elementare që kërkohet edhe e vetmja dhe s'ka kërkes tjetër për i plagosurit, është me pi ujë. Ujë. Edhe i kanë afru ujë, për në moment kër e ka marrë me pi, një tjetër më nalt, po kërkon ujë. Para mendoni çfarë etje ka i plagosuri, e sidomos ai i cili është duke ndru jetë. Thot jepni atij sa ai nashta ka nevojë më shumë se unë. Kur shkojnë te i dyti, ai ka ndru jetë. Kur shkojnë te i treti, i cili para se ndron i dyti jetë, ka kërku të njëjtën, edhe ai ka ndru jetë. Kur e kthejnë tazën apo gotën me ujë te i pari, te Ikrema radiallahu anhu, edhe ai kishte ndru jetë. Edhe mbetet gota pa pi, pa u zbraz. Kjo është sakrificë. Sakrificë e madhe është nësët të qëndrojmë stoik dhe besnik e manetit të parëve tanë, të atyne burrave të mëdhej, të cilët sakrifikun gjithë shka. Në vitin 1912, kur po jepet kushtrimi se do të shpallet pavarësia e Shqipërisë në krye me plakun e Vlorës, plakun e Urt, e të Bekum, Ismail Qemailin, boletinin nga veriu më i lartë i Kosovës niset për me ardhë këto. Por rrugës një konak e bën të Ahmet Delia. Po du me kallëzu diçka shumë interesant, që nuk e keni ndëgju. Ahmet Delia niset zbashku me boletinin. Në daljet për kazët legjendar, Ahmeti i thot Isës, vazhdo Isë, mu po manin zamra që santën për kaz kanë me nara shkijet. Edhe kthehet. Edhe kur kthehet në kull, kjo është një detaj që duhet ta di çdo shqiptar. Kur kthehet në kull, qetnikt në Kojshi, du më dhatë qetnik vinë dhe e sulmojnë shtëpin e Kojshiut apo fqiut të Ahmetit. Ka mujt Ahmeti me nejtë në kullën e ti, se nuk e kanë zgjedh shtëpin e ti për ta bastise, për ta qënjërzu, e për t'i tranu robe fëmi. Por ka thonë djalit të Mursel, nëse s'është sot Ahmeti për Kojshi, mos kuft as për Murselin, për djalin e vetë. Edhe i ka dalë në ndim. Edhe aty ka dhonë jetën për Kojshin e ti. Kjo është sakrificë. Kjo është e cila ka buru pe imanit. E na këto histori, cilat jenë të vërteta, nuk jenë pralla këto. Këto jenë realitete. Neve duhet më na motivu. Sot nuk kërkohet ti me shku me dhonë jetën për Kojshin tëndë. Sot kërkohet një pjesë të kohës me ja kushtu Kojshiu tanë. Se ka me të pyta Allahu. Unë pata nevojë për vizitën tonë, por ti e neglizhove vizitën tamë. Qysha Zot me të vizitu. Për ke pas fëqiun. Unë isha i smut, pata nevojë për zjaretin tanë, pata nevojë për ndihmën tonë. Kjo është pjesë e sakrificës, që na duhet ta jetësojmë. Pse këto histori të bekume, si në këndin fetar, si në këndin adhëtar, janë të bëshme me përplot sakrifica. Nuk e gjejnë atë kodin që për të na dhezë dashnin dhe vullnetin për me shku edhe me kry këtë emanet cilin Allahu na ka sjellë. Gjithsesi, edhe një pjesë e sakrificës në fushën e davetit duhet ta ceku këto. Na nuk do duhej me leju as imamlar të juj, po as xhamati jon, që më shumë të gëzohemi kur dikush na largohet prej xhamie se sa ai që na vjen në xhami dhe e kërkon të vërtetën. Nuk do duhej në asnjë rrethon kur njëherë të kemi qasje paragjykuse ndaj njerëzve,
që fatkeqësisht në diskurset tona, sjelljeve tona, të atyre smundjeve të zemrave tona, të shpirtave tonë, që të tjerët të shikojmë një përbuzje. Nëse ai që bose bë pas Allahu që ty të udhëzoj, nuk të kish marrë me rahmet, e s'të kish marrë me dashni, e s'kish pas durim me ty, kurrë në kurrë sot nuk ishe kanë sot këtu. Para meje edhe unë s'isha kanë para jush. Por dikush pas Allahut në ka marrë me të mirë, e ka bo sabër me ne, e ne ka mbulu shumë sjellje devijante, shumë fjali që se kam pas vendin aty. Mirë po sot jemi rritë e jemi pjek, edhe e vazhdojmë rrugtimin tonë drejt së ardhmës së bekume. Prandaj, ju lutem, shfrytëzoni këtë muaj qejt Ramazan, që të stërviteni, ju vetëm agjeru, të abstenonin nga haja, pija dhe kontaktin tim me gratë legjitime, por ta stërvitni vetën tuaj për sakrifica të mëdha. Se të gjitha ata burra dhe gra që i kanë dhënë elan dhe shpirt sjelljes tonë, motivacionit tonë, historisë tonë, asnjë nuk kanë hyrë në faqet e bardhë të historisë pa sakrificë. Njerëzimi e bardhë me vete vetëm 2 faqet historisë. Faqen e bardhë dhe faqen e zezë. E ne cilët e kemi zgjedhur rrugtimin ton pa na imponu. Allahu është absolut, Allahu shumë i dashur, Allahu shumë i mirë, Allahu është për të gjithë. Allahu nuk ja imponon fen askujt. Mirë po ai i cili e përzgjedh rrugtimin e tij kërkon prej tij sakrificë, vetëpërmbajtje, ndërgjegjësim. Edhe gjithmonë duke i dhënë përparësi vëllaut ton, edhe mollën kur ta ndash, këqyr pjesa që le ka mbet pak më shumë, jepja vëllaut ton. Pjesa që le ka mbet pak më pak, merrete. Edhe këto vënohet kanar forca sakrificës që njeriu e bën për hir të Allahut. Daveti është emanet, edhe është fryt i sakrificës, por nuk është pronë as e imja, as e imamit, po as e xhamatit, por daveti jetohet, përjetohet. E ne kemi obligim ta çojmë këtë emanet, se nesër në ditë kiametit shumë njerëz kanë mon ankun sjelljen tonë, që janë bë barrikada, sjelljet e tona devijante, para gjykimet tona, që tjerët mos të pranojnë thirrjen tonë, mos të pranojnë nurin cilin Allahu na ka dhuru. Se Zoti Dhul Xhelal qysh na e ka dhënë, edhe na e merr. Zoti thot në surën Muhammed, ajeti 38, i ka 4 faqe surja Muhammed, edhe ka 38 ajete. Pjesa e fundit thot: "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum." Në gjuhën tonë shqipe ky ajet i bukur thot: nëse ju nuk qëndroni, por tjetërsoheni, atëherë thot do t'ju zaventësojmë një popull i cili nuk do t'jetë sikur ju. Goditja më e madhe, hyjnore dhe vrejtja më serioze e Zotit është këtë ajet, që thot Zoti kam ju sjell, kam ju zaventësu me do tjerë të cilët nuk kanë me konë si ju. Nuk kanë me konë si ju. Neve, për më na u pa vepra jonë, që shë kërkon Allahu jonë, duhet vepër, punë. Allahu thot thuaj, edhe ajeti mas shumëti që përsëritet në Kur'an është fjala thuaj ti Muhammed. Edhe na le t'ju themi, folni njerëzve, thuajeni njerëzve, thuajeni njerëzve, rrini me ta, përzihuni me ta, qëndroni me ta. Ju nuk mundi me konë më të mirë se pejgamberi a.s. Ai është përzi me ta, ai ka nejt me ta, ai ka bo sabër. Edhe ju qëndroni, ndane një pjesë të kohës me njerëz, le të shohin bukurin e imanit dhe të islamit dhe nurin dhe dertin dhe gajlen, sikur se ata e panë, para mendone, umetet para umetit tonë, çfarë sakrifice ka bo, umeti Isës, me numër shumë simbolik, që ata dëmojt, po që ata ju konë umeti Musës, para mendone veç me hi në pallatun e Firaunit, edhe me fol me Firaunin,
edhe me diskutu me Firaunin, edhe me kërku prej Firaunit imanin e tij në Allahun dhul xhelal. A e dini vllazën çfarë sakrifice ka pas Musa alayhis salam me vllaun e tij Harunin? Madje e dini ajetin cilin e keni ndëgjuar edhe për imamit juaj ton, shpesh foli fjalë të buta, merre me të mirë. Njeriu më i mirë i kohës me marrë me të mirë njeriu më të keq, jo vetëm të kohës ti, po të gjitha kohërave deri në kiamet. Edhe njeri mu taku me Firaunin, veç me hinë pallatin e tij, ka rivajetet historisë që është dash komplet mjekrën me rujt, kokën me rujt, vetlat, gjithë shka kime mos me pas në trup, për me dal sa i ka thonë vetit Zot. Para me ndonë këtë sakrificë. Sa gjaku është derdh, sa sakrifica është bon, që neve të na krijohet kushtet me ardhë Muhamedi alayhis salam. E ne duhet ta gjejmë gjuhën e përbashkët edhe me ata të tjerë të cilët nuk menojnë as nuk besojnë si na. Sepse ka forcat errëta që tentojnë neve të na përjashtojnë prej elementeve kombëtare, edhe të tjerë të munohen që kombin ton ta përjashtojnë prej jetës ton fetare. Prandaj është sakrificë e jona të qëndrojmë besnik kësaj kauze, se nuk ka qenë lehtë as për Omerin radiallahu ta'ala anhu, që goditjen e ka morë namaz prej atij që ka bërë mas shumë të mirë. Por Othmani radiallahu anhu 2 herë dhëndër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po prej Aliut i cili ka dhonë jetën në derë të xhamis, edhe ka thonë fjalën e tij të njohur, kelimatu haqqin yuradu biha al-batil. Fjalë të mira po thoni, po njëtin e keni të poshtër, njëtin e keni të ndyt. Nuk lën gjurmë fjala e mirë që nuk del prej njëtit pastërt. E vërteta kesh drejtuar bëhet gënjeshtër, o të dashurit e mi. Andaj, o popullim, o mileti shqiptaris, o vllaznit ton të mëdhej, ta përjetojmë këtë sakrificë me dashuri, me respekt, sepse praktikimi i islamit, madje edhe në instanca më të larta, nuk vije me dëshira dhe iluzione, pa punë dhe pa vepra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas metodologji, e metodologjia e tij e sabrit, e lidhshmërisë tyne me Allahun ka qenë aq e madhe saqë ata e kanë pasë nuk ka rrugë tjetër përveç se me këto sakrifica heroike ka ardhur dhe mbon prej një populli i shfrenum edhe i devijum në një popull i ngritun edhe lartë më lartë. Allahu dhul xhelal e ka bëu që yrneku i tyre sot e deri në kiamet do të përmendet për të mirë. Çka e shtyn një njeri për hir të Allahut, sakrifikoj ta shtrin dorën e pajtimit dhe ta fal gjakun e djalit. Ta shtrin dorën e pajtimit dhe ta fal gjakun e babës. Wallahi vesh një zemër e cila është e lidhur fort me Allahun. Ama fort e lidhur me Allahun. E më ka ndodhur një herë kur jam ballafaqur me një pyetje vendimtare. Nëse unë tha e fali gjakun e djalit tem, çka më jep Allahu jam? Ta jep tash xhennetin. Ta mundson kënaqësinë në xhennet me djalin ton. Atëherë tha, qoftë i falun për Allahun gjaku i djalit tem. Kjo është sakrificë e madhe. Nuk ka sakrificë më e madhe. Te na në Kosovë përmendëm një fjali, thojmë, kur je vetëm kurafsha mos u vrafsha. Ama kur është në pyetje, plesht tanë kanë thonë bojashka e shpirtit dhe zemrës e vladi, që është pjesa më e ndihshme e familjes, edhe të bëhet sakrificë kjo falje për hir të Allahut, kjo është indikacion i qartë se ky njeri e ka lidh zemrën fort, e shpirtin fuqimisht me të lumin Allah atij kof shumë fal. Unë jam shumë i nderuar që më dha Zoti këtë mundësi,
edhe hiç pishmon si kom ra, që edhe pse i lodhun, edhe pas një ataku cilën e përjetova, nashta juridikisht kom pas drejt, mi thonë imamit Ahmed, më falë kësaj radhe imam, nuk do të muj me ardhë, por shpirti ishte më aktiv edhe ja mujti kësaj zemrës, e cila është e lëndume, edhe e plagume, e operume, edhe me i thonë, po vi, edhe as pak pishman s'jam, por shumë krenar, e shumë inderum, edhe është pjesë e një sakrifice, të cilën Allahu e falenderoj, edhe i shpërbleft këta bashkëudhëtarët e mi, Haxhi Skenderin, Haxhi Muhamedin, shokun tam të luftës së të paqes, Fehmiun, Milotin, Petritin, Blerimin, e shumë xhamatli tjerë cilët fizikisht nuk janë këtu, po i barti selamet atyre burrave, në krye me ta hoxhën Ekrem, cilin e kemi në pogradet sante, edhe ai më ka thonë me i bo selam hoxhës Imam Ahmedit, edhe gjithë xhamatit juj, e gjithë dashamirëve të juj, që shumë njerëz lutën për ju, e ju nuk i njihni ata, po Allahu Dhul Gjelal i njeh. Na nuk njihemi me emra, por ne duhemi me zemra. E falenderoj Allahun që na ka dhënë këtë mundësi, e dëshiroj një brez të ri, i cili jo vetëm klasën e parë të rrim, por dalëm në klasë të tjera, të ngritemi bashkë, me vetëdije, edhe ma shumë rahmet, ma shumë paqe, ma shumë dashuri, ma shumë respekt, ma shumë atë dhe dashuri, sepse atë dheu nuk është më i veçantë për ata që si binë Allahu të sejdë, por so kanë hak në të, kemi edhe ne do duhet jemi më prioritarët, sepse jemi robë të dëgjueshëm, krijuesit atë dheu ton Allahut, të cilin jemi shumë mirënjohës që na ka mundësu të jemi prej një populli me plot vlera, e këto vlera nuk bën në asnjë rrethon me i varfënu, e as me hijezu me mëkatet tona, e gjunatet të meta tona, por gjithmonë me shpresë e besë që do të gjallërohemi, do të këndellemi tash edhe në muajin e shenjtë Ramazan, e na bashkoft, e na lartësoft, e na përdort Allahu. I dashur Imam Ahmed, të dashur xhamat, të dashur vëllezën të xhamisë Dine Hoxha, një xhami me renome kombëtare, ndërkombëtare. Allah ju dasht, Allah ju dhasht, dhe Allah ju lasht. Falenderishëm. Respekt. Selamu alaikum. Allahu të shpërblefta Hoxh Fatmiri, shejkhuna, Allahu të rujt. Prezenca jote këtu ishte shumë, edhe faktikisht unë nuk pritra që të prit që kaq shumë, se Hoxha vetëm disa ditë ka që ka ardhur nga spitali. Zoti e shëroft, e pastroft, e lartësoft. E nuk mund të themi ne asgjë tjetër vetëm se asaj gjë zbukur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si për Hoxhën, po edhe për ju vëllezër që keni ardhur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kush u bën një të mirë dhe i thoni Allahu ta shpërbleft, ja keni kry obligimin ndaj tij dhe ne i themi Hoxhës xhezakallahu khairan, Allahu shpërbleft, Zoti të nderoft, Allahu të lartësoft o Habib, e të rujt nga çdo e keqe, e qofsh në shërbim të Islamit, në shërbim të vatanit, sa të kesh frym. Allahu të lartësoft, Zoti të nderoft. Zoti ju shpërbleft o vëllezër, Zoti ju nderoft, e ju rujt nga çdo e keqe, e Allahu e bof këtë takim dhe këtë tubim, sebeb që të na zbuten zemrat, e të na zgjohet vetdia jon për mirësinë e Allahut ndaj nesh. Ka dasht Allahu që ne jemi këtu sot. E për këtë ne nuk dim se si ta falenderojmë Allahun, megjithatë po themi elhamdulillah. Falënderimet i takojnë Allahut xhella xhelaluhu.